do të bëhet e qartë se gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, në vendet tona, fillimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, e më pas në Kosovë, hapësira këto që i përkasin Evropës dhe qytetërimit evropian, u shkatruan gjithsej 832 xhami. Pa i përfshirë këto objektet e tjera fetare dhe kulturore. Nga ky numër 218 xhami u shkatruan në Kosovë, ndërsa 614 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Këto shifra, sado që nuk e përfshin të gjithë spektrin e dëmeve të shkatruara, flasin qartë dhe pa ekuivok për masat e dhune sistematike dhe për natyrën e krimeve me të cilat u përballen popujt tanë gjatë asaj periudhe. Fushata shkatrimtare e forcave serbe u zhvillua pa respektuar asnjë normë morale, juridike apo ndërkombëtare. U injoruan të gjitha konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare për mbrojtjen e objekteve fetare dhe kulturore. U shkatruan, u dëgjën, u minuan dhe u granatuan qendra historike dhe qarshi identitare të qyteteve të Kosovës, si qarshia Pejës, qarshia Gjakovës, qarshia Vushtrisë, kompleksi i kullave në Jonik, Deçan, Nivokaz dhe në shumë zona të tjera anë mban Kosovës, ku çdo gjë që doli përpara u dëmtua ose u shkatrua rënd. U shkatruan xhamit monumentale si xhamia Beraklis në Pejë, xhamia Hadum Agës në Gjakovë, medreset historike të Gjakovës, xhamia Llapit në Prishtinë, xhamia monumentale të Vushtrisë, si dhe xhamit në Mitrovic, ndërtohet dhe xhamia Ibrit, e cila sikurse edhe disa xhami të tjera u shkatruan deri në themele.